Hoxhi Fejumi im ishte në fillim shumë mirë, edhe kemi kalu shumë mirë. Tash nuk po interesohet për mu. Motër ty Allah ta bekoft këtë fejes. Allah të martoft sa ma shpejt, e pa që një jetë të lumëtër, por kjo që përmend ti, ndoshta është si pasoj se shumë shpejt i keni hargju muhabetet mes juve. Shkruj ditën, shkruj natën, shkruj mazdarke, shkruj në sabah, shkruj vakte pa vakt, dil vakte pa vakt. Sosen muhabetet. Në tani nuk janin për ty, gjdo sen me ren, gjdo sen me kohë, gjdo sen dal gadal, gjdo sen i ti vjen momenti. Në fillim kur fejot, ose kur takor di djallë me një vajzë dhe paka shumë jenë orientu për fejes, ose janë feju. Ta në ditën rinë telefon, hargjohë dashnie, hargjohë në lafët. Kjo koha në fillim fejesës nuk quhet koha dashnis, kjo është kohë kur fillojnë muhabit me anu, mu qudit edhe mi pëlqy një tjetrit. Dashnia lind ma vonë, e ju krejt që të sanë pi hargjonin fillim, në 3-4 mujtë e parë. Pastaj të shku, të ftof, edhe thot djalli i ri mas 1 vjet e 2 fejes, s'kam mundjenja për tonë, s'po m'pëlqen diqka, po normal, se i ke hargju kretë sanët para vaktit. Andaj juve vajza, ju këshilloj që të keni kujdes, kur t'i bani ato marrveshjet e fejes, qelni syt, thoni djembe, po, gjdo sen me mas, edhe të shkrumit me mas, edhe dalja, po flas me në halalën, gjithmonë mos më keq kuptani. Derit që t'ja kusht, derit martohet, të shkojnë nuse ti me qysh e ka zakone dhe qysh e lyperane, qysh Allahu e ka obligu, mos me shku në për hotele vërca poshtë e naltë. Se masajna, pjullon laq, au që ka bon? Allah që ka bon. Normal, se si ke qitë kufin fillim. E tek dashnia, masanina lindë. Masanina. Andaj, ne shohim njerëzit më të përmbajtur, më të kujdesshëm, janë edhe më të suksesshëm të martesë. Ata të cilët çdo sen e bëjnë, nuk lënë sen pa bërë para martesës ose në fillim të martesës. Nuk ju zgat shumë. Këqyrni, cilët janë më të suksesshëm në martesë. Ata djemë dhe vajza që dalin e knojnë e bërtasin të ditën e të natën, dashnia për ty po dal menç, kretë janë dështu në martesat e tyne. Ata që janë me regula islame, ata nuk dështojnë martes. Prandaj qelni syt.